Zona e Drishtit në njësinë administrative Postribe është e njohur për kultivimin e qepës. Kjo periudhë përkon edhe me mbjelljen e kësaj kulture, ku banorët kanë nisur nga puna. Fermieri Ramazan Shkambi thotë se ka mbjellur rreth 1 dënym me qep. Periudha që mbjellëm qepen, qepujken e gjitha bimrat në radhë, me thënë, ka që i kanë mbjellë para javë, me thënë shkurti me markoha mirë, marsi që janë ante, deri në prill. Janë qepa, qepujka, dhe më thënë janë da periudha kohore si mëna kësaj kohë duhet mu mbjellë dhe me i pas mbjellë. 68 vjeçari tregon se procesi për kultivimin e qepës kalon në disa etapa. Toka duhet mu punu një 2 herë. Herë punojmë vjesht, 7 orë 8 orë, e lama ashtu gjatë gjithë dimnit. I tash, para se me fillu me mbjellë, dhe me thënë, aty ka shkurti, kana bën dhe i punim, i bëjmë një frezë, atëherë e dystojmë me rashjela, si shkret një vetë të apundor tu. Nga shkojnë të mbjellëm me i farë distancat, rrujmë distancat, 13 reshti nga reshti, 10-12 bima nga bima, dhe me thonë, ka një farë planifikimi, se edhe shpesh shumë, nuk mund e mbjellëm, po edhe rrallë shumë, për me lanë toke ndje në veshtë, dhe me thonë, e ka i fije punë. Atëherë shërbimet, qepa si të mos, i ka i fije matleta, jo në i vaditje, jo në i pastrim barit, se janë tokë si esin edhe bashkë shumë. Fshati Drisht e ka të trashëguar kultivimin e kësaj bime për rreth 200 vitesh dhe është e trashëguar ndër breza. Kjo qepa Drishtit, kjo është me atë të korës, të Macedonisht në shën shumë. Kjo është fara rumullake, si quhet ma rumullake, fara e shnis, kjo është shumë e butë, është shumë e amull në konsumim, si është e shprehja, e hanë pa buk i kokur qep fara shnis edhe nuk djek. Pa buka shumë e amull, pa le me zjedhë se si del. Dërsa problem vjen mbetet mungesa sigurisë për të gjetur tregshitje. Prodhim në mshirë fatit. Ullë në ka herë në pazar, kush anë gjeni mullë aty të fusha, i qojmë të shumin se atje me i fugën të me pare, edhe atë kush ka makinë me makinë vetë, të tregu të shumin se atje të 5 herojt kur kanë shkutash. Si ma shmimit 500-600 si t'i vinë, atje shiten. Po me thanë se prodhojmë sa më shumë edhe e kanë e flajmë menen e ena shumë qetë, se i këtë prodhim e kam siguru më përshitje, nuk e mbjellëm kështu, si mirë balë shkurnin. Për rreth 2 vitesh, qepa Drishtit është certifikuar nga Ministria Bujqësisë si produkt i origjinës, që do të thotë se tashmë është e mbrojtur me ligj. Ky vendim i ministrisë ka si synim ruajtjen e origjinës së produktit.